Avokat, po qarkullon një video në rrjete ku shfaqet kastriot Miftaraj disa vite më parë, teksa thoshte që Edi Rama në 2027 do largohet nga pushteti siç u largua Metsoku duke u arratisur nga Shqipëria. I ndjeri kastriot Miftaraj ka thënë shumë gjëra. Dhe prandaj dhe u ekzekutua se kastriot Miftaraj nuk është vetë vrarë. Kastriot Miftaraj ne kanë vrarë. Dëgjoni, shkoni intervistoni nënën e kastriot Miftaraj dhe do shikoni se çfarë do të thotë. Dhe s'kishte asnjë arsye kastriot Miftaraj që të vriste veten. Problemi është që rrethi dhe laku janë ngushtuan aq shumë kastriot Miftaraj sa më në punë e eliminuan. Kastriot Miftaraj bëri shumë armiq. Pra, këto parashikime të kastriot Miftaraj, si sekundë i thatë jo, nuk janë pa bazë. Ai kishte informacion, nuk e di nga i mirë të informacionet, po informacione kishte plot, sa të doje. Dhe me sa duket, kjo ka qenë një plan i thurur me kohë për të mbajtur Edi Ramën në pushtet, se kjo u vërtetua edhe nga zgjedhjet e Trepal zgjedhje, u vërtetua edhe nga bashkëpunimi dhe bindja e Sali Berishës që ka peg Partinë Demokratike që të hapte rrugë Edi Ramës. Pra për të realizuar ai plan që thoshte kastriot Miftaraj. Nuk e ka pasur gabim, por unë mendoj që Edi Rama do iki këtë vit në pushteti, tani këtë behar. Po ka dhe i thoshte në fakt që Rama është pjesë e Iluminatun dhe e shpjegonte me... Curia e deri tanishme e Edi Ramës vërteton katër ciprisht atë që ka thënë kastriot Miftaraj. Që edhe Saliu, po Edi Rama është pjesë e masonerisë botërore, pjesë e globalistëve, pjesë e atyre që duan të ndryshojnë globin dhe popullsinë e botës. Kur të jetojët kjo? Pardje, para 3 ditësh, bën paradën e këtyre LGBT-qëve. Zotëri, përse në duhen ata neve? Përse i duhen shoqërisë shqiptare? Ne jemi shoqëri që popull që duam familjen, që duam fëmijë, që duam jetën. Ata janë kundër familjes, kundër fëmijëve, kundër jetës. Atëre përse duhet parakalojnë? Përse duhet u jap akses Edi Rama atyre që të bëjnë çfarë duan ata? Çfarë do të thonë fëmijëve shqiptar ata? Dhe Edi Rama që u tregoi hallatet nuk di se si ta quaj Edi Ramën. Po njeri jo. Gjithçka mund të jetë, po njeri jo. Dhe derisa ai u bën thirrje fëmijëve dhe u thotë shikoni në Google fotografinë time i Lakuriq, por nuk është vetëm fotografia e tij i Lakuriq, është dhe fotografia e dashnores së tij i Lakuriq, që u martua ajo edhe ka krijuar dhe familje. Ata e Lakuriq që të dy, këta janë që e drejtojnë Shqipërinë. Në këto duar kanë në Shqipëria. Deri tani e tuti të shumë do ndryshojnë shumë gjëra. Unë i garantoj shqiptarët, i siguroj që do ndryshoj gjithçka dhe shqiptarët duhet të mbështesin ndryshimin e madh që po vjen duke u futur në burg Edi Rama, Sali Berisha dhe të gjithë lukunia e deputetëve dhe oligarkëve që kanë zaptuar dhe kanë marrë pronat e shqiptarëve. Apo ka kur thoni do ndryshoj gjithçka tani, për çfarë keni fjalën? E kam fjalën që qeveria teknike është ngritur, duhet marrë pushtetin sa më shpejt. Të largohen nga pushteti Edi Rama, të fillojnë arrestimet, që s'po i fillon Altin Dumani dhe unë nuk e kuptoj çfarë po bëhet. Dhe unë kam një pyetje për atë zotit Dumani. Zoti Dumani ty të paguan Amerika apo Edi Rama? Kujt i shërben? Praktikisht kujt po i shërben? Sepse ti nuk po bën atë detyrën për cilën je ngarkuar dhe për cilën është krijuar dhe institucioni që drejton ti. Po pse nuk po e bën detyrën ai ecën mbi bazën e hetimeve? Ai s'mund të arrestoj njerëzit, ka dhe arrestoj njerëzit, që s'ka hetime. Po hetimet janë bërë, ja kanë quar Byroja Kombëtare e Hetimit, BKH-ja ka quar të gjitha provat dhe dokumentat ja ka quar në zyrë. I ka atje. Thjesht duhet të filloj punën
kërkoj gjykatës që të nxjerrë urdhrat e arrestit edhe të arrestoj hajdutët, kriminalët dhe kryesisht politikanët që janë të korruptuar në Shqipëri. A mos ndoshta është vullneti i Amerikës që të ketë një hap mbrapa spaku dhe të mos shkojmë me arrestime? Atë se di. Qofse është vullneti që nuk e besoj, nuk e besoj që Amerika ti thot bën mbrapsh, se pa mundur. Të paktën si besojnë te Amerika, se tani në këtë botë jemi në botën e çuditërave, besojmë çfarë nuk duhet besuar dhe nuk besojmë atë që duhet besuar. Problemi është që spaku ka marrë urdhër, ka marrë ultimatum që të filloj arrestimet. Ardhja e këtij prokurori që ka ardhur nga Ministria e Drejtësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës para 4 ditësh, komisioni kështu mirë them delegacioni që erdhi nga ata, pikërisht për këtë erdhën, sepse e pa që ky nuk po bënte detyrën Altin Domani dhe me sa di dhe me sa nga informacionet që kam unë, ata kanë ardhur dhe i kanë dhënë ultimatumin e prerë, fillo arrestimet. Tani se do bëjej nuk e di. Dhe këtu hahen, e kam thënë edhe një herë tjetër, këtu hahen jashtëzakonisht egër rusët me amerikanët në Shqipëri. Avokat, ju po thoni që ka ardhur prokuror amerikan dhe i ka dhënë taksative Altin Domani. Ka ardhur delegacion nga Ministria e Drejtësisë së Shtetit Bashkuar, nuk e di tani çfarë janë. Janë prokuror, janë hetus, janë gjyqtar, nuk e di. S'kam marrë kontakt me ta. Avokat, ju thoni që ka përplasje mes amerikanëve dhe rusëve në Shqipëri. A është e dukshme kjo përplasje? Më e dukshme s'ka ku shkon më, nuk po veprojnë spaku, çka ka Altin Domani, çfarë ka, kush e pengon. Pra është Edi Rama, pas të cilit janë rusët dhe serbët, që e frenon Altin Domani dhe nuk e lë të bëjë detyrën. Altin Domani duhet i thërë smendjes, po ja them prap edhe sot, është intervista e dytë që bëj mbi Sirje, dhe i them, zoti Domani, kryej detyrën për të cilën paguhesh. Kryej detyrën për të cilën është ngarkuar institucioni që ti drejton. Bën si të duash ti, përgjegjësia është mbi ty. Si të mos e bësh detyrën dhe ta bësh keq. Avokat, ju folët pak për qeveri teknike. Kur mund ta marrë legitimitetin qeveria teknike, sepse ka disa javë që është krijuar dhe ente s'ka shkuar te presidenti për t'u vetuar. Këtë se di. Sepse në momenti që nuk vetohet nuk ka legitimitet. Jam dakord me ty. Këtë nuk e di. Këtë gjë, kjo varet nga misionari amerikan që ka ardhur në Shqipëri dhe që në zyrën e tij u formua dhe u krijua qeveria teknike e Shqipërisë me qytetarë shqiptarë, me shtetas shqiptarë që kanë ardhur nga diaspora, kryesisht nga Amerika dhe nga Europa, dhe nga shtetas shqiptarë që banojnë e jetojnë në Shqipëri. Janë ofruar me qindra, me mijëra njerëz që të vijnë në Shqipëri dhe të bëhet Shqipëria të zhduket kjo klasë politike. Kam besim në këtë gjë që do bëhet dhe besoj se do bëhet. Avokat, po flitet që mund të ketë një marrëveshje mes Edi Ramës dhe Berishës, jo vetëm për qeveri teknike që mund ta krijojnë ata, por edhe ndryshime kushtetuese. A mos ndoshta kjo është në bazë të një Kjo është kërkesë nxitje e Moskës edhe e Beogradit, s'ka punë, nuk do marrin pjesë në qeveri teknike, as PD, as PS, të mos prifen, se është partia e punës së Shqipërisë, ne nuk na gënjejnë dot më. 80% popullsisë zotëri i gënjen Nikolaju, po ne jo, ne bëjmë pjesë në atë 20% që s'na gënjeni do, s'na hedhi dot i syve. Dhe ne kemi mbështetjen amerikane në këtë pikë. Dhe po e themi që ju nuk do merrni pjesë as në qeveri teknike dhe as do jeni më në pushtet si forca politike të veçanta. Po kush do ta drejtojë Shqipërinë? Shqipërinë do ta drejtojnë, do ndryshohet kushtetuta, do hidhet poshtë kjo kushtetutë, kjo paçauri që kanë imponuar serbët në Shqipëri, do ndërtohet kushtetutë e re, do ndryshohet sistemi politik nga republikë parlamentare në republikë presidenciale dhe shtetin do ta drejtojnë 80 deputetë dhe 41 senatorë që do zgjidhen me votë të lirë nga qytetarët. Qeveria teknike këtë detyrë ka të përgatisë vendin për të vajtur në zgjedhje për deputetët dhe për senatorët. Avokat, po si mund të pengohen partitë politike që të mos marrin pjesë në zgjedhje? Fare thjesht.
do arrestojnë krerët e tyre që kanë tradhtuar interesat e popullit shqiptar, që kanë vjedhur pasurinë e popullit shqiptar, kanë vjedhur pasurinë e Shqipërisë, kanë tjetërsuar, kanë përzënë jashtë, kanë bërë genocid. Ore, këta janë më kriminelë se kriminelët e Pol Potit. Këta janë më kriminelë se Kambodxanët që zhdukën 1,5 milion Kambodxan. Ata i vranë, i ekzekutuan dhe është muzeu me Mira Kafka në Kambodja, këta i dërguan në Evropë, i shpërndan. Objektivi i Beogradit është që të ketë sa më pak shqiptar dhe të ketë sa më pak vendas dhe mundësisht të heqin të tërë nga Shqipëria. Kësaj po i shërben Edi Rama. Ka 13 vjet që ka marrë pushtetin, 12 vjet sa u bën që ka përzënë 1 milion e sa shqiptar nga Shqipëria. Këtu është fatkeqësia e shqiptarëve, që vazhdojnë akoma sepse falangat e Moskës edhe të Beogradit i kanë në parlament deri dje. I kishim atje. Ata që mbështesin Edi Ramën janë të poshtë nga Edi Rama. Që ta dim se ai vetëm nuk mund dot gjë. Pra është një grup i strukturuar spionësh dhe agentësh dhe antikombëtarësh, antishqiptarësh që deri më sot drejtojnë Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, në pjesën më të madhe. Avokat Berisha doli pak ditë më parë në konferencë për media duke hedhur akuza të forta jo vetëm ndaj Edi Ramës, por edhe ndaj kreut të SPAK-ut Altin Dumani, duke e cilësuar si pjesë të organizatës së troplinëve të grupit të Shiakut. Tani, unë ato veprimet që janë denoncuar si pjesëmarrës të troplinëve, ku diun që këto grupet janë arrestuar, unë nuk i di dhe nuk kam asnjë informacion për ta, sepse di vetëm son në media. Aq sa dini dhe unë, plus që mendoj se duhet keni informacion më tepër. Por di këtë, që të dy partitë politike kanë grupet e tyre të strukturuara kriminale të cilët përcaktojnë se kush do drejtojë prokurorit, kush do drejtojë gjykatat, kush do drejtojë policinë gjyqësore, kush do drejtojë policinë e shtetit dhe prandaj Shqipëria është këtu. Sepse pushtet në Shqipëri janë një zotëri. Pse këto akuzat të Berishës ndaj Altin Dumani? Mos ndoshta vjen dhe kjo si pasojë e kalimit të çështjes së tij në gjykatë? Po si Berisha dhe Rama, aty i ka drejtuar gjithë sulmet e tyre të Altin Dumani, do me thënë të SPAK-u, jo të Altin Dumani si person, po të SPAK-u. Sepse ata e din që i pret, më ushtësën se ku do vend, sepse e din vetë ku do vend, se ashtu kanë punuar për të vajtur atje ku do vend. Ashtu kanë punuar. Ata deri më sot kanë punuar kundër interesave kombëtare. Kanë punuar për të vjedhur, për të grabitur, për të shpronësuar shqiptarët, për t'i katandisur shqiptarët në emigrantë dhe në refugjat në tokën shqiptare dhe për të shpërbërë Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Avokat, Partia Demokratike po bëhet gati për ta ankimuar në çdo qark të Shqipërisë rezultatin e zgjedhjeve të 11 mart. Nuk njihen zgjedhjet edhe të kot do lodhen. Ata e bëjnë për të mbajtur, për të gënjur simpatizantët e tyre. Jo zotrin, nuk njihen këto zgjedhje. Nuk janë zgjedhje këto. Nuk mund të quash ti parlament të ligjshëm duke votuar 10% e popullsisë. Jo zotrin, jo. Këto nuk janë zgjedhje, këto nuk po njihen. Si kundër e shikoni, as OSBE-ja si shprehur me vendim, as Odiri nuk është shprehur me vendim, po kryesisht për këta LGBT-qët e Evropës që unë si llogaris fare se ekzistojnë dhe nuk më duhen fare, sa më larg këtyre. Nuk e ka njohur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i kanë njohur këto zgjedhje dhe nuk do t'i njohin, sepse nuk kanë zgjedhje, kanë thjesht zgjedhje që bën Salihu me Edin. Nuk kanë zgjedhje. Ndaj do t'u shumëzohet me zero gjithë kjo fushat që kanë bërë, gjithë ky parlament që ngritën në sonjë, se janë ata deputet, edhe do qërohen nga politika. Do marrë pushtetin qeveria teknike, mbaroj. A priten mesazhe të forta nga Amerika? Unë pres. Në mos kanë ardhur nëpër kanale zyrtare, po unë pres që dalin dhe publikisht. Që mund të jenë anullojmë zgjedhje. Që mund të jenë largoni nga pushteti, çoni të shkojë qeveria teknike te presidenti të betohet dhe të vazhdojë punën. Po presidenti aktual do jetë ky që është? Ai është më i poshtë nga këta. Ai është më hajdut nga këta. Se ai tjetërsoj pronat e ushtrisë dhe u ashiti xhaçkave me shok. Është brenda, është në tavë ai.
në momentin që Spaku arrestoi kreun e Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, Rama doli dhe tha që Mossadit më sekuestroni telefonin mua. A ishte kjo një formë kërcënimi për ata? A ishte një formë, po themi, shantazhi? Dhe çfarë ndodh tani që Rama i ka 83 mandate? Njëherë nuk pranoj që Rama ka 83 mandate. Ta thash dhe po ta them në mënyrë të përsëritur. Nuk janë zgjedhje, nuk njihen zgjedhje zotëri. S'ka asgjë Rama tani. Rama tani është thjesht një kryeminist në detyrë. Nuk është kryeminist i votuar dhe i zgjedhur nga populli. Kështu që nuk ka çfarë bën më Edi Rama. E di Edi Rama fundin e tij. Mos më thuaj prap që ka 83 kështu mandate, janë bërë zgjedhjet, janë asnjë gjë s'është bërë. S'ka lëvizur një gjë, s'ka lëvizur në Shqipëri. Njerëzit kanë votuar të tillën me 11 maj. Njerëzit Kopeja me dele shkon edhe voton. Kopeja. Gati 1,5 milion qytetarë kanë votuar. S'është e vërtet, është mashtrim. S'është e vërtet. S'kan votuar as 300.000 vetë. As 300.000 vetë s'kan votuar. Po këta statistikat i bëjnë vetë, dokumentat i kanë vetë, qelsat e shtetit i kanë vetë, mund të thonë çfarë të duan, por realiteti është, sipas sondazheve perëndimore, 10.3% e popullsisë ka votuar. E vërteta. Avokat, ne kemi qenë këtu bashkë dhe kemi folur shpesh që nuk do mbajnë zgjedhjet, nuk do mbajnë zgjedhjet. E vërtet? Doli që u mbajtën zgjedhjet. Tani ju thoni që është krijuar qeveri teknike. Tani, a mund t'ju themi shqiptarëve që ka shumë njerëz, ka shumë që e presin një qeveri teknike dhe shprehen dhe në përrjedhje që kur do e marrë pushtetin, kur do e marrë pushtetin. A mund të kemi një datë se kur mund të vijë kjo qeveri teknike? Nga unë jo. Që ta dim çfarë do ndodh me... Unë nuk kam datë sepse nuk e komandoj, nuk e organizoj unë atë punë. Qeverinë teknike e ka ndërtuar dhe ka ngritur misionari shqiptaro-amerikan që punon dhe vepron në Shqipëri. Dhe e ka deklaruar haptazi, e ka nxjerrë në televizion, e ka bërë të tëra. Tani priten procedurat se di sa do zgjasin, por procedurat priten. Këta harroj që t'i njihen këta deputet që janë zgjedhur, harroj që t'i njihen këto zgjedhje, harroj që të mbajnë pushtet prap këta që kanë, ose ata që duan ta marrin, harroj këto zotërit, i harroj shqiptarët, që Shqipërinë do ta drejtojnë ata që kanë marrë dorë. Shqipërinë do ta bëjë Amerika. Pik. Avokat, çfarë ndodh nëse një qeveri teknike është krijuar dhe krijohet dhe një qeveri teknike mes Ramës dhe Berishës? Pra mund të kemi 2 qeveri teknike. Nuk e bëjnë dot këtë gjë. Nuk e bëjnë për arsye sepse nuk do njihen. Këta bën dhe zgjedhje dhe s'po u njihen, si shef. Kishin dorë, a janë vetë që bën zgjedhjet, që organizuan zgjedhjet, bën dhe fushatën të thash. U a njeh njëri zgjedhjet? Jo. I njëti mekanizëm do veprojë dhe nëse krijojnë qeveri teknike këta. Sepse Sali Berisha tani që e pa ngushtë e kërkoi qeverinë teknike, se ka kërkuar në përpara. Dhe Sali Berisha e di që do iki. Do iki dhe na bën gabim, jo di, më fal. Sali Berisha bën gaf të jashtëzakonshëm, bën krim ndaj demokratëve që vazhdon të qëndrojë akoma në krye të Partisë Demokratike duke mbajtur Edi Ramën në pushtet. Se janë në unison, këta janë bashkë. Po duke qenë bashkë krijojnë dhe qeveri teknike. Se bëjnë nuk ka një njeri. Numra për ja më bashkë bën zgjedhjet nuk ka njeh njeri. Edhe po të bëjnë qeveri teknike, prap nuk ka njeh njeri. Po s'po njihet as kjo qeveri teknike tjetër. Atë ta shohim. Shohim, do njihet apo s'do njihet. Por të shkoj të kryejnë procedurat njerë që të shkojnë te presidenti që miratohet. Avokata, mund të ndodhë që pas krimit të po themi nëse qeveria teknike do marrë pushtetin dhe do drejtoj Shqipërinë. Po? Kush janë ato veprime imediate që duhen bërë? Do përgatitet kushtetuta e re e Shqipërisë. 1. Do përgatitet vendi për zgjedhje u bën 2. Janë njësër detyra që ka për të kryer qeveria teknike që është krijuar. Po pse do të shkohet në zgjedhje kur qeveria teknike ka pushtetin?
Se nëse ti shkon në zgjedhje dhe Derisa themi teknike, më falni. dhe nuk lejo që dy partit marrin pjesë. Pra është qeveri teknike, nuk është qeveri legjitime. Po ti thua që nga nuk do parlamenti. lejojnë dy parti që të marrin pjesë në zgjedhje. Por nuk do lejojnë ato, po ta the pra. Kush do futet? Këta që kanë krijuar qeverin teknike, këta do përgatisin vendin në zgjedhje. Do kandidoj pasaj secili për vete. Mos mendoni më se do bëjnë zgjedhje me këtë kod zgjedhor që kanë bërë Jo, jam shumë komunistët. dakord, problemi është në momentin që qeveria teknike e çon vendin në zgjedhje. Po? Dhe nuk fut partit po ДПС në zgjedhje. Jo partit. Ata do kandidojnë njerëz që s'kanë marrë pjesë në këto dy parti. Pra kjo qeveri do diktoj dhe kush do marr pjesë në partitë e tjera. Kush dojtë marrë pjesë, mendimi im, kush dojtë marrë pjesë, qytetarët duhen të lirë të votojnë qoftë për senator, qoftë për deputet, por secili do kandidojë në vendin ku ka lindur ose në vendin ku jeton e punon prej vitesh, nuk do ketë të bëj fare me biografi, më të thash, secili do votojë ashtu, do paraqitet ashtu siç është, dhe do bëhet parlamenti me dy dhomat, deputetët dhe senatorët, ka që është, si që ka Amerika. Qose ndryshoj të, po themi, sistemi parlamentar dhe kalohet nga po themi shtet parlamentar në një sistem presidencial. Po? A duhet të shkojë në referendum që të pyetet populli? Se si mund të ndryshoj ti ta kalosh nga parlamentare në presidencial? Ndryshon kushtetutën, si çdo gjë madhe. Po duhet pyetur populli apo kapse? I bi që edhe Rama mund ta ndryshojë. Pra ndaj është qeveri teknike, zotëri, do t'i organizojë të tëra, këto patjetër do pyet edhe populli. Por populli shqiptar tani e di mirë se kush janë dy partit, ose më mirë se Partia e Punës së Shqipërisë, se kush që rilindja e Partisë Komuniste Shqiptare. Në çfarë ndodh nëse populli thotë jo, nuk do krijojnë, po themi, nuk mbështesim këtë qeverisë teknike, reformat e qeverisë teknike siç është që të kalohet në republikë presidenciale. Nuk ndodh kjo. Sepse populli ka syt në ballë. Populli i njeh këta. A janë bërë sondazhe lidhur me Po ka sondazhe më të mëdha se sa tek 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Çfarë sondazhi kërkon? Do kthehen në zotëri, do vinë tërë. Ajo qeveria teknike do vendos kthimin e pronave shqiptarëve, kthimin e pronave të ligjshme, anullimin e 7501-shit të importuar nga Athina dhe Beogradi. Do bëjnë shumë gjëra qeveria teknike. Dhe këto janë në interes të popullit, dhe populli nuk është idiot që të mos shikojë që derisa mua më vlerësohen dhe më respektojnë të drejtat e mia, më kthehet prona, më kthehen fëmijët nga jashtë shtetit, mbushet vendi, patjetër që do t'i miratoj këto. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Ju lutem.